se disa detaje janë ndryshuar për arsye dramatizimi, historia e vërtet këtu më poshtë është shqyrtuar me kujdes për vërtetësi dhe është paraqitur ashtu si ka ndodhur. Kapja në befasi është gjëja më kyçe që duhet bëni. Duhet ta rrotullosh kaq shpejt sa të mos ketë kohë të reagoj. Sigurohu që ta presësh në njëra arterie tek tjetra. Jemi zor, i pa trembur, përplase në tokë dhe therrë shpejt. Nuk duhet keni mëshirë. Jetonim dhe stërviteshim në shkretëtir me një qëllim, të ktheheshim në Egjipt dhe të përmbysnim qeverinë. Ishim gati të përballeshim me çdo vështirësi për hir të Allahut. Na interesonte vetëm thirrja islamike. Kishim vetëm dy zgjidhje, të vdisje dhe të shkoje në qiell, ose të mbijetoje duke fituar betejën. Shkëlqeja në qitje dhe u trajnova për snajper. Kush lufton për shkak të Allahut dhe vritet ose merr fitore, ne do t'i japim një shpërblim të madh. Vëlla yt është në parajs, Mustafa. Ky mendim duhet të t'jap zemër. Dhe mos thuaj për ata që janë vrarë në udhën e Allahut se ata kanë vdekur. Jo, ata jetojnë, por ti nuk e kupton dot. Kështu thot Allahu. Paqja me ty, Amir. Paqja, mëshira e Perëndis dhe bekimet e tij me ju. Si po ecën stërvitja, vëllezër? Gjithçka në rregull, Amir. Lavdi Zotit. Zini vend. Emiri na vizitonte her pas here për të provuar gatishmërinë tonë. Një natë na lexoi një gazetë e Kairos për një grup misionarësh që i kishin arrestuar. Ishin akuzuar se përpiqeshin të largonin muslimanët nga besimi në një nga spitalet e tyre, duke u ofruar seks dhe para. Vdekje për të pafet. Zoti është i madh! Zoti është i madh! Zoti është i madh! Zoti është i madh! Është i madh Zoti! Qetësoni! Qetësoni! Qetësi! Ky ishte një poshtërim për të gjithë. Duke qenë se ishte muaj Ramazanit, na dukej sikur kishim dështuar të mbronim Perëndin. Të gjithë ishin turbuar, kurse për mua ishte një arsye më shumë për të urryer të krishterët. Ne duhet jemi në unitet. Të jemi të bashkuar. U betuam të jepnim fund ungjillëzimit të krishterë, cili do të ishte çmimi për këtë fund. Shumë veta ishin gati të përdornin armët, por Emiri hodhi poshtë konfrontimin ushtarak dhe në vend të kësaj propozoi një konfrontim logjik ku të shkruanim një libër që provonte se Bibla ishte ndryshuar dhe nuk mund t'i besoje. Ne do ta shkruajmë këtë libër. Duhet ta shkruajmë patjetër këtë libër. Mirë, po kush do ta shkruajë këtë libër? Çfarë ke? Ti ke frikë nga një libër? Mamaja ime më thoshe se të krishterët bëjnë magji nëpërmjet i libri. Ajo më ka treguar shumë herë për këtë, dhe kushdo që e lexon këtë libër bie në magji të plotë. Dhe një mallkim, nuk kam për ta lexuar asnjëherë. Jo, në asnjë mënyrë. Ju lutem shumë mos debatoni. Nëse besoni tek Allahu dhe tek dita e fundit, duhet të bësh siç të them, Kalil.
Jo e mirë, të duhet të gjesh ndonjë tjetër. Kalil, Të lutem e miri, gjej ndonjë njeri tjetër që ta bëj. jam i bindur se nuk ka asnjë tjetër më të aftë se ty për të kryer këtë mision, Kalil. Më kupton se ç'dua të them? Por... Po më thua të bëhem si ata, të besoj si ata. Si mund ta bëj këtë? Më kërko të vras të gjithë të krishterët në Egjipt, por mos më kërko të lexoj këtë libër, madje as dua ta prek. Unë e di shumë mirë, Kalil, që zelli yt për Allahun është i jashtëzakonshëm. Por ky zell të ka verbuar. Duhet të kuptosh, Kalil, që të ka humbur maturia. Ti nuk po arrin dot të shohësh të gjithë nderin dhe respektin që do të fitosh. Nëse ti do të arrish ta përmbushësh plotësisht këtë mision, atëherë ti do të jesh i pari që do të nxjerrësh në shesh gënjeshtrat e të krishterëve dhe të hebrejve. Shpërblimi yt, Kalil, do të jetë shumë i mirë për ty. Do të marrësh një pagë prej 500 pounds në muaj, të cilat do të t'i sjell unë vetë. Mblodhëm çadra dhe plaçkat në shkretëtir dhe u ktheva në shtëpi. Kalova një muaj pa bërë asnjë punë. Hej, fëmi, më thoni që ndodhi në serinë e sotme? Ajo gruaja shkret. I bëri vrapoj në rrugë Po? dhe më mbasi goditi një makinë. O, sa keq. Lere çajin mamaja, shiko me ne. الحمد لله بس حبيت اقول لك اني اليوم صرت اخذت على الشيف تاعي سمعت Kalil. Sa herë ta kam thënë të mos e shikosh këtë herezi? Nuk po e shikoj. Kalil, e ke mopër! Heretik! Më në fund vendosa të ndiqja urdhrat e emirit. Duhej t'i bindesha dhe të filloja me detyrën që më kishin caktuar. Nuk dija nga t'ja filloja. Kur lexoja Dhjatën e vjetër, gjeta disa shembuj të vegjël kontraktitash. Por thash se nuk do të vlenin për asgjë, sepse Kurani është plot me ndryshime të tilla. Nëse themi që këto shembuj do psojnë saktësinë e Biblës, atëherë do ta gjykojmë Kuranin me të njëjtin gjykim. Pra kërkova për gabime më të dukshme, por nuk gjeta ndonjë. E lexova të gjithë Biblën, por nuk gjeta atë që shpresoja. Nuk ka asnjë varg në Bibël që përmend ardhjen e një profeti, të quajtur Muhamed, madje as Ahmed. Këtu të kam sjell mjaft gjëra nga ato që të nevojiten, Kalil. Merë. Të tregosh të vërtetën. Ky libër është shkruar në mënyrë të përsosur. Ka 26 referenca për profetin Muhamed. Paqja qoftë gjithmonë mbi të. Paqja mbi emrin e tij. Referime që shfaqen në Torah dhe në Ungjil.
Pse nuk ma tregove më parë? Unë do të dëshironja shumë që së pari ti ta lexonje vetë Biblën, sepse vetëm në këtë mënyrë askush nuk do të mund të debatoj me përfundimet dhe konkluzionet e tua. Kalil biri, më dëgjo. Ky libër që ti do të shkruash do të jetë krejtësisht ndryshe nga të gjithë librat e tjerë që janë shkruar mbi këtë temë. Në dash Zoti do të na jap rezultate mahnitse. Inshallah. Inshallah. Këtë do ta shikosh. Fillova të shqyrtoja të 26 referencat e shkruara në libër. Asnjëra prej tyre nuk provonte gjë. Thash, Zot, nuk e provoj dot që Bibla është ndryshuar dhe nuk gjej asnjë vend në Bibël ku përmendet profeti Muhammed. Për çfarë po jetoj? Kë po adhuroj? Dhe mendova, nëse Biblia është e vërtet, cila është e ardhmja e Kuranit? Nuk ka mundësi të dyja të kenë të drejtë, sepse shkojnë në drejtime të ndryshme. Kështu që fillova të shkruaja një punë kërkimore me titullin "Është Kurani fjala e Perëndis?". Kur e mbarova, ishte rreth 2 apo 300 faqe e gjatë. Pastaj një ditë, Emiri na bëri një vizitë surprizë. Ju lutem prisni këtu. Kalili vjen për 1 minutë. Faleminderit. Lavdi Allahut. Më në fund filloj të shkruaj. Që janë këto gjëra që po bërë Kalil? Që të ka ndodhur? Çfarë po shkruan? Kurani nuk është fjala e Perëndis? Nëse nuk më beson, lexoje vetë. Ç'kujton ti se më pëlqejnë përfundimet e mia? Tu luta tërë ato herë, t'ja jepje këtë detyrë dikujt tjetër. Dhe gjithmonë më the se më kishte zgjedhur Perëndia. Ti e ke fajin, jo unë. Pse më ka të paguam kaq shumë? Të paguam që të nxirr një ndrit gënjeshat e të krishterëve të pa feve? A je në vetë? Jo. Më the të bëja kërkimin. Ja, e bëra. Dhe libri i tyre është e vërteta. Dhe jo vetëm kaq, vetë Kurani e pranon se Isa i Mesia është Perëndi. Qepe! Mos guxot më thuash më asnjë fjalë më shumë. Kurani thot, I pa fe. Isa flet me shëmbulltyra. Dhe ai do të kthehet mbi re, do të jetë gjyqtari i të gjithë njerëzve. I pa fe. Isa ka aftësinë të krijojë, të shërojë të sëmurin, të ngjallë të vdekurit. Ai do të kthehet mbi re dhe do të gjykojë kombet në ditën e fundit, ashtu siç e lexojmë edhe te Kurani vet. Pra të gjitha këto tregojnë që Bibla është e vërtetë. Po ajo është e vërteta, atë besoj unë. Mos e vrave, mos!
dëgjo këtu. Që tani tuti, ti edhe unë nuk njemi më. Dhe unë do t'i them grupit që na ke dezertuar i pa fe. Dhe nëse ja tregon këtë pler dikuj tjetër, do të vras me duart e mia. I pa fe. I pa fe! Kalil, Kalil. Por ju them, duajni armiq tuaj. Bekoni ata që u mallkojnë. Bëjni të mirën atyre që u urrejnë dhe lutuni për ata që ju përçmojnë, që ju përdorin dhe ju persekutojnë. Mos i rezistoni të ligut. Dhe ati që të gjua në faqen e djathtë, kthej edhe tjetër. Luftojni të pa fetë, sepse ata janë pa besim. Luftojni politeistët në atë mënyrë që luftojnë edhe ata. Luftojni ata që nuk besojnë Allah. Luftojni, 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 dhe po t'jenë baballar, fëmijë dhe bashkëshortë, vritini. والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم. Alo, Timoteu, jam Kalili. Jo, çdo gjë në rregull. Vetëm se kam shumë kohë që po pres të flas me ty. Një ditë i telefonova një shoku të punës, që e dija se ishte i krishter. Shpresoja të më fliste shumë për ungjillin, por ai u friksua dhe ma mbylli telefonin. Pastaj ndodhi diçka që më tmerroi. Zbulova se dikush më kishte vjedhur valixhen, ku kisha Biblën dhe pasaportën. Mos e pat gjë çantën time? Zotri, mos e pat gjikundi çantën time? Për çfarë çante e duke folur se s'po të kuptoj? Aty brenda kam kartën e identitetit dhe Biblën. He, zotri, lekët për telefonatën. He, ktheu. O Zot, të lutem më dëgjo. Më trego rrugën tënde. Unë vetëm kam dashur të të njoh dhe të shërbej ty me gjithë zemrën dhe shpirtin tim. Të kam dashur që nga fëmiria e kam lënë jetën në duart e tua. Zot, nuk po kuptoj asgjë, kam nevojë për ty. E di që ti je Perëndia i vetëm. A je Perëndia i muslimanëve apo Perëndia i të krishterëve? Nëse je Zoti i muslimanëve, më hiq nga mendja gjithçka tjetër përveç Islamit. Dhe nëse je Zoti i të krishterëve, atëherë më ndriço zemrën të ta adhuroj. Më trego rrugën tënde, më trego të vërtetën, të lutem, Perëndi. Atë natë bëra gjumë të thellë, si asnjëherë tjetër në jetën time, kur po agonte, pash një ëndër. Akoma ke dyshime për mua? Kush je ti? Unë jam ai të cilin ti po e kërkon, Kail. Nuk më kujtohet fare. Lexo librin. E dua librin. Po, e di. Por e kam humbur atë, bashkë me dokumentat. Libri nuk mund të humbas. Ngrihu dhe hape dollapin. Do ta gjesh aty.
Kalil? Mama, duhet të më falësh. Mendoja se po ndiqja besimin e vërtet, duke të trajtuar hashpër dhe me egërsi. Më falë dhe më lejo të të puth këmbët. O Zot, si është puna? Çfarë të ka ndodhur, Kalil? Zoti më çoi në të vërtetën. Zoti që po mu dheq tani, nuk është ai që ndiqja më përpara. Ka vetëm një Perëndi, birr. Po, mama, dhe ai mu dhëzon të dua dhe të bindem. Dhe kush është kjo Perëndi, Kalil? Ai është Perëndia i vërtet. I zbuluar në Krishtin, Isa, si quhet në Kur'an. Pusho zemër, po të dëgjuan do të mendojnë se je i çmendur. Unë do bëj si të duash ti. Por a më beson çfarë them? Pse mos të besoj? Asnjëherë nuk ke trajtuar kështu. Shiko i dashur, dhe Perëndia nuk do të braktis kur, biri im. Të lutem, mama, më fal. Zemra ime kishte ndryshuar. Kishte ndryshuar nga dashuria. Nuk më zinte gjumi dhe ndenja zgjuar deri në mëngjes. Çdo gjë që shikoja ishte e bukur. Doja t'i përqafoja dhe t'i puthja të gjithë njerëzit që takoja dhe t'u thosha se i doja, edhe të krishterët që më njihnin si njëri të dhunshëm dhe fanatik. Mos ki frikë, jam unë, Kalili. Nuk e kam hapur akoma, zotri. Kam ardhur të flas me ty, të lutem. Duhet të të kërkoj të falur. Të lutem, më fal. Ju lutem, flasim më vonë. Të lutem. Nuk mundem. Unë kam ndryshuar. Nuk jam më i njëjti. Të kam bërkesh në të kaluarën, sepse ishe i krishter. Të fal? Ke ndryshuar? Nuk e meritoj të më falësh. Të lutem, më fal. Më fal mua. Kam ndryshuar. Haleluja. Ç'do thot kjo? Do ta mësosh kur të vi koha. Çfarë të ndodhi? Eja. Të lutem, më fal. Të kam falur. Të kam falur. Eja. Hyr brenda. Që nga jo ditë fillova të ndryshoja. Njerëzit që më njihnin, njerëzit në punë, të gjithë e vunën re ndryshimin në jetën time. Kisha qenë njeri u rryer dhe vrasës. Kisha djegur kisha dhe kisha vjedhur dyqane. Shumë vepra të dhunshme, por Krishti më ndryshoi jetën. Kur fillova të veproja sipas Biblës, u bëra njeri i dashur. Tani jam i lirë. Krishti më ka bërë të lirë. Jeta është Krishti dhe vdekja është në poshtur. Në të shkuarën vdekja ishte fantazëm e shëmtuar dhe e frikshme, por tani ajo nuk sundon më. Tani jam në Krishtin dhe të gjithë gjërat janë të vërteta. A i ndryshon do të leopardi pullat e veta? A mund të jetoj luani në paqe me qengjin? A është e mundur që një njeri i konsumuar nga urrejtja të bëhet një njeri që e do paqen? Mund të themi se Kalili nuk e kishte çuar asnjëherë në përmend këto pyetje, deri kur takoi princin e paqes, Zotin Jezus Krisht. E pamundur sigurisht që po. Nga pikvështrimi njerëzor është e pamundur, por me Perëndin gjithçka është e mundur. Më kujtohet një njeri i quajtur Saul, që si Kalili ishte i dhunshëm dhe abuzues, dhe si Kalili ishte studiues gjithashtu. Ai vendosi të shkatronte të krishterët në pjesën e tij të botës dhe u bë vrasësi i shumë prej tyre, por ai zbuloi se po luftonte me Zotin. Perëndia e gjunjëzoi Saulin me kuptimin e plotë të fjalës. I shtrirë për dhe i përulur, ky njeri krenar dhe i nevrikosur klithi në dëshpërim. Kush je ti, Zot? Dhe Zoti ju përgjigj: jam Jezusi. Dhe kur lufton kundër kishës sime, ti lufton kundër meje.
Ky njeri sot kujtohet më shumë me emrin Pal, autori i pjesës më të madhe të Dhjatës së Re në Bibël. Por kush e ndryshoi Saulin nga brenda? Kush e ndryshoi Kalilin? Tek të dy burrat ishte e njëjta fuqi, fuqia e dashurisë. Ajo fuqi për të cilin do t'ju flasun sot, nuk ka fuqi më të madhe se ajo. Miku im, Perëndia është dashuri, kështu thot Bibla këtu. Zoti ynë është i gjithë pushtetshëm, ai është i gjithdijshëm dhe ai është i gjithë pranishëm kudo, por në thelb Zoti është dashuri. Zoti do që asnjëri të mos dënohet, që të gjithë njerëzit të mund të pendohen dhe që të gjithë ata të njohin të vërtetën. Ai do që ne të jetojmë përgjithmonë me të në parajs. Ai do që ne ta pranojmë Jezus Krishtin si Mesian, si shpëtimtarin ton. Këtu arrim tek një pikë e rëndësishme. Të lutem më dëgjoj me kujdes. Kalili pati mundësinë e veçantë të shikonte Jezusin në ëndër. Ndoshta po mendon se duhet të bësh të njëjtën gjë për të shpëtuar, por nuk është kështu. Shpëtimi është një dhuratë nga Zoti për të gjithë njerëzit kudo që janë. Zoti na kërkon vetëm që ne të besojmë tek ai. Madje edhe ky besim është një dhuratë nga Zoti. Çfarë mund të presim tjetër përveç se dashurisë nga një Zot i dashur? A dëshiron të pranosh dhuratën e jetës së përjetshme? A dëshiron ti që të falen mëkatet dhe të bëhesh antar i familjes së Perëndisë son? Zoti i dashurisë nuk refuzon asnjë që vjen tek ai me sinqeritet dhe me të vërtetë. Çfarëdo gjë që të kesh bërë ti, Zoti dëshiron të të marrë në krahët e tij. Ai është Zoti i dashurisë dhe dashuria e tij e përsosur dhe e manishme i mbulon të gjitha mëkatet tona, pavarësisht nga ato që kemi bërë. Lutu me mua. Perëndi, ti e di se sa shumë të dua. Perëndi im i dashur, mi fal mëkatet dhe më jep jetën e përjetshme, të lutem. Më prano mua ashtu siç unë të pranoj si shpëtimtar. Dhe kështu Zot qofte jotja e gjithë lavdia dhe nderi dhe për hir të gjakut të çmuar të Jezus Krishtit. Amen. Vëlla dhe motër, nëse ju jeni lutur me mua, je i sigurt se Perëndia është në jetën tënde dhe ti je ndër të shpëtuarit. Jezusi do të jetë rruga e jetës tënde. Amen.